kulturës. Po kjo është konstatim kështu absurd, subjektiv, diskriminim. Po marr diskriminim ke zonën e artistave edhe njerëzve që s'kan ardhur shprehje asnjë formë. Është subvencionuar. Kur s'kan qenë më të ndihmuar artistat, kur s'kan qenë më të ndihmuar shoqatat kulturore, kur s'kan qenë veç me marr frymë dhe më vlon me përfundu bre? Ose po të lo, vazhdo te. Po si të thon kur gjot me sens, po mendoj. Tash duhet me dalë ti nga ajo rrejtja mlefi që ka me. Për me kuptu ti diçka, është me sens ajo duhet me ndëgju një herë mas pori. Po duhet me dalë për atim mlefit. Shisa ndëgjumit është argumentet. S'pas ka kalu, alo. Del për jasë vetë është. Plus e kemë dru dhe partinë, e krejta shota është me lonë. Rebre tash ti se ti as mund është me full për vetë vendosin, ti e guxo, po. Guxo dhe vendosin, son të jam këtu, përfaqësuesi komplet kapit fitus. A di me ngu ti tash? Di me ngu, po me ngu për dalakina. Argumentimin dush me kuptu që s'ka koncept qeverisës, as nivel ka koncept kur Prishtina s'ka pas opcion më të mirë se Harullah Çekun këtë herë. Po normalisht jam shumë i gëzuar që Prishtina lit prej nëntorit e tutjet të ta kenë Harullah Çekun për kryetar. Edhe do mobilizohet ditë e natë për këtë. Po ti angazhohu kush do të dalë, është ministri i kulturës. Po mundesh me thonë që s'ka koncept, s'ka program. Është ministri i kulturës. Këtë Kosova kanë pa që është ministri i kulturës që ia dhon 250